محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha falendrimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut të mënduar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguar i tij i fundit. Të nderuar besimtarë, në xhuman e kaluar kemi hapur një kapitull të ri të një teme të rëndësishme për të cilën ka folur i dërguari alayhi salatu wasalam. Një temë që ka të bëjë me disa vlera të rëndësishme, që ka të bëjë me disa udhëzime që burojnë nga shpallja e na përcjellin përmes Muhamedit alayhi salatu wasalam, e që hyrjen e kësaj teme dhe këtij shtjellimi kemi bënë në xhuman e kaluar, e sot fillojmë shtjellimin e këshillave dhe udhëzimeve një nga një. Muhamedi alayhi salam tha, kush i merr prej meje këto fjalë që të punon me to, dhe që t'ja mëson dikuj që edhe të punon me to. Kemi përmendur se i dërguari alayhi salatu wasallam na ka mësuar se ne duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm për burimin e informimit. Prej kujt po mëson fen, kush po të mëson? Edhe pse po mëson fen? Apo mëson fen për më mbur, apo mëson për me debatu, për me nënçmu dikën, apo po mëson fen për me njoft Zotin, për me adhuru Allahun, për me përmirësu veten, cili është qëllimi i mësimit të fesë. E pejgamberi alayhi salatu wasallam na mëson pastaj në vijim se çka duhet me mësuar nga feja, dhe nëse mësojmë fen si duhet, çka ndodh me neve, çka bëhet. Nga se jo rrallë të ndërozër dëgjojmë fjalë se nëse ndërtojnë xhamit, nëse falen njerëzit, nëse mbulohen femrat e kështu me radhë, çka ndodh? Çka ndodh? A ndodh diçka e mirë apo diçka e keqe? A është për gëzim apo është kërcënim? Çka është? Kthimi i njerëzve tek Allahu i mënduar, besimi në Zotin xhalla xhelaluhu, mbushja e xhamive, ndjekja e udhës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, çka do të thonë? Dhe si arrihet të ndjeket rrugat e dërguarit alayhi salatu wassalam. Në këtë pyetje dha përgjigje i dërguari alayhi salam në këshillën e parë të këtij hadithi që e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë: ittaqil maharima takun a'bada an-nas. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, një këshill shumë përmbajtësore, e shkurt në formulim, po e thellë në kuptim, e gjerë në përmbajtje. Muhamedi alayhi salam tha: ittaqil maharim, ruaju nga gjërat e ndaluara, do të bësh njeriu më i devotshëm. Këtu janë disa fjalë që duhet i zbërthejmë në këtë hutbë të xumas për sot të ndërozër. Brenda kohës që kemi dhe shkurtimisht, besoj që të jenë udhëzime të qarta dhe kuptim plotë. Muhamedi alayhi salam thotë: ittaqil maharim. E ka përdor fjalën ittaqi. Nuk ka thënë largohu. Nuk ka thënë mos i bë punë të këqija. Por e ka përmend fjalën ittaqi. Se çdo fjalë e pejgamberit alayhis salam është domethënëse. Është përmbajtësore, ka mesazh në veten e saj. Kur e ka përdorur këtë fjalë pejgamberi alayhis salam në raport me gjërat e ndaluara, nuk tha largohu, po tha ruaju. Si me urujt? Çfarë kuptimi të ruajtjes ka kjo fjalë? Krijon distancë të mjaftueshme mes teje dhe gjërave të ndaluara, sa që të garanton ajo distancë që ti nuk bjen të ndaluarat. Domethënë, mos lejo mu afro tek harami, mos u afro shumë tek e ndaluara, mos u afro tek vijat e kuqe, se pastaj nuk mund të frenosh, bjen. Nuk ka garancë për largim nga harami, ai që preket me haramin, ai që i afrohet haramit, e ka problem. Andaj Islami na ka mësuar gjithmonë që
për të larguar nga punë të këqija, duhet që të krijohet distancë, të respektohen preventivat e përcaktuara që garantojnë frenimin tonë në raport me gjërat e ndaluara. Jo më afro, jo afër, largohu. Andaj të ndërlozër, mundësia e vetëm që të përfitash nga zjarri i ndezur është i qëndrosh në distancë. Nëse afrosh, digjesh. Andaj distanca garanton ngrohjen dhe rahatin. Çdo afrim i tepruar e humb mundësinë e ngrohjes e të përfitimit, kalon pasaj në rrezikshmërinë e djegjes. Kështu të është harami. Rrim distancë, jash e harin. Përfiton. Sa më tepër afrohesh, rrezikohesh. E në momentin kur e ngacmon dhe e provokon haramin, atëra i shpërthen e të gëlltit e të merr me vete. Andaj mes teje dhe pasurisë haram, vendos gjithmonë distancë, mos u afro. Largon nga gjërat e ndaluara, madje të dyshimta. Aja që në dyshim nuk është e qartë, largohu. Largon nga mjegullinat, largon nga paqartësit, jeto dhe fito me qartësi, dinitet e ndershmëri. Largon në kuptim moral nga gjërat e dyshimta. Krijo distancë mes teje dhe çfarë do burimit mundshëm që mund ta provokon moralin dhe epshin tënd, rën distancë. Andaj Islami ka parapar rregulla të komunikimit mes gjinive, të raporteve mes gjinive, në distancën që garanton bashkëpunimin, garanton bashkëjetesën, garanton komunikimin dhe nuk rrezikon asnjëherë keqpërdorimin dhe ngacmimin. Kjo është bukuria e Islamit. Ndërsa sot kur nuk po respektohen distancat, janë shtu raportet për ngacmim, janë shtu raportet për dhunë të vazhdueshme në gjitha nivelet e shoqërisë fatkeqësisht. Andaj të ndërlozër, pejgamberi nuk tha largohu, po çka? Ruaju. Fjala i teki është vendos bariera, vendos pengesa mes teje dhe të ndaluarës. Dhe kjo i teki ka kuptimin e ruajtjes nga dënimi i Allahut. Aja që e fuqizon këtë distancë dhe aja që e mirëmban këtë distancë është kush? Frika nga Allahu xhallahu ala se kime dhënë llogari. E kur këto bëhen si duhet në zemrën e besimtarit, frika nga Allahu, ndjenja e përgjegjësisë dhe llogaridhënies dhe respektohet distanca, besimtari është i ruajtur nga harami. Kur zbehet frika nga Allahut, kur zbehet ndjenja e llogaridhënies, kur nuk respektohet distanca, harami është i gatshëm. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj tha ittekil maharim, tha ruaju nga të ndaluarat. Pse u fokusua i dërguarit tek ndaluarat e nuk tha zbatoj të obliguarat, nga se obligimi është më i madh se ndalesa. E pejgamberi sa më fokusua te ndaluara, pse? Edhe këtu ka urtësi. Për dy arsye kryesore të ndrozur. E para është se një besimtar që don me u largu nga e ndaluara, nuk ka mundësi me u largu nga e ndaluara nëse nuk e kënë obligimet, nga se fuqin e frenimit që mos merran në të ndaluarat, ku i merr? Te obligimet e merr. Nëse nuk fuqizohesh me namaz, nëse nuk ndërtohesh me namaz, nuk i mundësi me i restu haramit si duhet, nga se ku e merr fuqin? Nëse nuk e kultivon frikën dhe Allahut namaz, ku ki me gjetë atë frikë? Në cilën vend e gjen? Frika ndaj Allahut kultivohet në përuljen, në shtrim, në obligime. E pastaj kur të obligime e ushqejnë zemrën me frikën ndaj Allahut xhallahu ala, besimtari pastaj është mjaftueshëm, i fuqishëm dhe i ka frenimet aktive, funksionale që të ndalohet nga gjërat ndaluara. Andaj shikoni ursinë e pejgamberit sa, ka lënë tek ndaluarat për të na treguar se nëse doni më u largu nga ndaluarat, atëherë ka diçka para kësaj, janë obligimet. Dhe kështu e kompleton pejgamberi son funksionimin e besimtarit edhe në aspektin e veprimeve të kërkuara, por edhe frenimeve të kërkuara. Dhe e dyta pse e ka përmend haramin e se ka përmend obligimin është se në largimin nga harami, në largimin nga ndaluara, të ndërrozë bën pjesë të obligimit. Mos me e falë namazin, a është halal e haram? Haram mos me falë. është haram mos me falë. Njënë më në që haram është vetëm për shembull pirja e alkoolit. Haram është me rajt, me gënjy, e vërtet është haram. Është haram amoraliteti, zinaja është haram.
Por haram i madh gjithashtu është mos më fal. Haram është mos më agjëru. Haram është mos më kryeni obligim që Allah të ka ngarkuar me te e ti ki mundësi me zbatu. Edhe kjo është haram. Edhe kjo është ndaluar. Andaj kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kujdesu për ndalesat, këtu përfshin edhe obligimet, nga se mos zbatimi i obligimeve është realisht një lloj rënje në haram, Allah na ruaj. Këtu pejgamberi sa të ndrozur na udhëzon që ka duhet të jetë i fokusuar besimtari, ka duhet të jetë e orientuar vëmendja dhe kujdesi i tij në të ndaluarat. A është haram, a është halal, a bën, a nuk bën. Kjo ndjenjë duhet na dominon vazhdimësi të ndrozur. Jo që njëri t'ja hap vetes dyert e veprimit, e përfitimit, e lëvizjes, e qarkullimit, e komunikimit, e kështu me radhë, pa u lodh fare. Për atë se a është e lejuar apo nuk është ndaluar. Shikoj pejgamberi në fillim të kësaj këshille, në ballinin e kësaj këshille madhore që po na fton që ti marrim këto fjalë nga ai, ti mësojmë e ti zbatojmë në ballinin e kësaj këshille, thot pejgamberi haramin ta kesh përpara gjithmonë. A bën as bën. A bën as bën. Këtë fjalë që po e them, është e lejuar. Këtë përgjigje që po e jap, a bën as bën. Në këtë vend që po shkoj, a bën as bën. Me këta njerëz që po rri, a bën as bën. Andaj kjo është ajo që duhet besimtari me udhëheq dhe me dominu gjithmonë. Jo një lloj thjeshtësimi, një lloj lehtësimi maksimal, s'ka lidhje me rëndësirë që punë po kryjm. Jo të ndërozë. Besimtari është i dominuar nga ndjenja e largimit nga harami, nga se për te harami është problem. E keqe për te është problem. Andaj ai tenton që këtij problemi i bëj zgjidhje gjithmonë, duke u larguar nga harami, duke anuar, duke larguar, duke anuar, duke shkuar gjithmonë ka ajo që është e lejuar. Prandaj, shiko sa porosi, sa mësime, sa udhëzime në i dha pejgamberi në këtë porosi, shumë të shkurtër në aspektin e formulimit, por shumë domethënë se në aspektin e përmbajtjes dhe kuptimit. Allah xhallahu ala na ruaj nga harami. Allah na përmirësoj gjendjen. Në bëft Allah i madhuar që ta kemi dert fjalën a është halal, a është haram. Ta kemi dert veprimin a është halal, a është haram. Ta kemi dert e gale kafshatën, e djersën, e fitimin, e muhabetin, e ndajen, e qëndrimin, e shoqërimin, a është halal, a është haram. Nga se kjo është brenga muslimanit, kjo është gale ati, kjo është derti ti. A thua valë, po arrin me qarkullu brenda vijave të lejuara e të vendosur nga Allahu xhallahu ala, apo fatkeqësisht shkel në këto vija dhe i tekën ato Allah në ruajt. Allah në falë mëkatet tona, në uzot në rrugën e drejtë, andë kërkoni falin nga Allahu, nga se Allah është falës, dhe është më shëhu se kuli quli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Të ndërozër pejgamberi sa në vazhdim tha: ittaqil maharim, ruaju distancë mes teje të ndaluarës, kujdesu për obligimet, nga se mos zbatimi i obligimeve është rënje në të ndaluarën, dhe obligimet të fuqizojnë që t'jesh rezistent karshi të ndaluarës. Kujdesu dhe ke derë gjithmonë, a thu valë, a është e lejuar apo është ndaluar, le tjetë kjo brenga jote. E nëse kështu je i edukuar, nëse kështu je i formsuar, çka ndodh atëre? Çka bëhet nëse një musliman largohet pi haramet? Çka bëhet? Takun a'badan nasi. Do të jesh njeriu më i devotshëm. Të ndrozër, këtu pejgamberi për mëson se rruga drejt devotshmërisë, rruga drejt ngritjes e suksesit kalon ka largimi pe haramit, jo përmes haramit. Pasuria më e madhe është devotshmëria. Nuk mund të pasurosh duke ndjek rrugë të ndaluara. Mund të jesh në sasi materiale ndoshta më i pasur se tjetri, por jo në brendin e kësaj pasurie, edhe jo në esencën e saj. Takun a'badan nasi, do të jesh një më i devotshëm. Ky çmim të ndrozur që po e përmend pejgamberi sa ana bën përshtypje,
Kur thot pejgamberi s.a.s. largon nga kjo, ndjek këtë rrugë, ti në mendjen të në thush, e qka nëse e bëj, qka komën e këtu, në rregull është me pyet ki drejt, nga se çdo kush e do një inkurajim, e do një pages, e do një çmim. Çmimi i largimit nga harami, çmimi i nështrimit cili është? Tha tekun abeden nasi, do t'jesh njeriu më i përurir Allahut, do t'jesh rob i sinqert i Allahut. Kur e përmend këtë çmim pejgamberi, a na bën përshtypje? A na duket interesant? A është për neve joshëse që të ngritemi në nivelin e devotshmërisë e të bëhemi rob të nështruar Allah xhallahu ala? Apo më tepër na josh diçka tjetër? Të ndërozër, t'jemi të sinqert. Cila do të ishte për neve joshje më atraktive në raport me këtë kërkesë profetike? Për shembull, sikur të kishte me thonë pejgamberi s.a.s. ruaju nga harami, asnjëherë nuk do të smuhesh. Do në që çmimi i largimit nga harami do të jetë shëndet i vazhdueshëm. A do të ishte inkurajim i fuqishëm që mu largu? Pa dyshim se po. Edhe është normale, njëri dën shëndetin. Domthonë për neve, shëndeti është një çmim të cilin realisht jemi në gjendje me e pagu me çka do koftë, veç mos me pas dhimbje. Në rregull, sikur të kishte me thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, largon nga harami, largon nga e keqja, do të jesh njëri më i pasur. A do të ishte joshja? Pa dyshim se po. Interesante shumë. Mirë për subhanallah, kur përmenet devotshmëria, kur përmenet të shirë Rabbi Allahu xhallahu ala, për njerëzit nuk është mjaftueshëm inkurajim. Joshëse, mirë me koni devotshëm, mirë me koni musliman i mirë. Nëse kjo është ndërrodhë vëllezër kryesorja, esenca, as shëndeti, as pasuria, as pozita, as autoriteti, madje asgjë në këtë dunjë nuk ka kuptim, nuk ka domethënie, nuk ka shije, nëse nuk je rob i nështruar Allah xhallahu ala. Po të mëson pejgamberi më të mirën, me të cilën krejt i arrin, krejt i fiton, dhe me humbin e saj gjitha i humb. Andaj, sa herë të ftohemi, të thirremi, të ndërlozëm, që të ndjekim një rrugë që na shtjen në majet e devotshmërisë, na bën rob të sinqert Allah xhallahu ala, duhet jetë për neve thirrja më atraktive, më inkurajuese, më e rëndësishme që e kemi dëgjuar ndonjëherë. Dhe në rrugën e realizimit të këtij synimi, të paguajmë çmimin sado që të jetë, nuk prish punë, nga se ja vlen. A ja vlen më largu pe haramit që Allah me koni kënaqur me ty? A ja vlen? Pyet veten tonë. A ja vlen më largu pe një të keqës e nesër me tonë Allahu xhallahu ala të lumë robi jam, ti robi jam. A ja vlen për që të fjalë më u sakrifiku? Apo tjetra ja vlen që me u shkarravit në për harame poshtë për pjetë? Apo me mbyll syt ka të keqës, me ndjek epshin, pavarësisht pastaj në fundit, a je argat i shejtanit, a derët mbi ty i dhimi Allahu xhallahu ala, po çka ndodh? S'është më rëndësi, më rëndësi është se epshi është i kënaqur dhe epshi është i përmbushur. Allahu na ruaj. Andaj këtu janë dy rrugë. Ti je i devotshëm, ti je i sjellshëm, ti je i formuar, ti je besimtar i mirë, ti je robi Allahu xhallahu ala, kjo rruga. Dhe tjetra dihet cila është rruga. Allah na bëft të devotshëm. Allah na mbush zemrën devotshmëri. Allah na bëft breng e gale devotshmërinë. Që në çdo hap që ecim e haprojmë jetën e kësaj dunjaje, të jemi në ngritje e në pasurim me devotshmëri. Na ruajt Allahu xhallahu ala nga çdo fjalë që Zotin ton nuk e bën të kënaqur. Na ruajt Allah nga çdo vepër që mund të na sjellë e të derë mbi neve hidhrimin e Allahu xhallahu ala. Kjo është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ruaju nga harami, do të bëhesh më i miri tek Allahu. Do të bëhesh më i dashur tek Allahu xhallahu ala. Gjithmonë sa fuqia e epshit ta bën joshëse të ndaluarën, le ta shëmton këtë joshje dashuria për Allahun xhallahu ala dhe insistimi i vazhdueshëm që ta arrish kënaqësinë e Allahut, nga se për ty shije më të këndshme, më të ëmbël, jetë më të mirë, më të qetë nuk ka sa atëherë kur arrin të jesh rob i Allahut e ai i kënaqur me ty.
ç'kjo është jeta jonë, ç'kjo është interesimi jonë dhe brenga jonë, që janë të përmbledhura në këshillën e parë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, e vazhdojmë me shpalosjen e kësaj këshille në xhumat e ardhshme. Allah na përmirësoj gjendjen tonë, na ruaj Allah nga çdo e keqe dhe nga çdo ligësi. Allah na ruaj nga çdo keqbërës, nga çdo keqadashës, nga çdo tradhtar, nga çdo mashtrues. Allah xhallahu na ruaj nga çdo tendencë hipokrite, perfide, për të na dëmtuar në familjen tonë, në pasurinë tonë, në vendin tonë, në shtetin tonë, dhe kudo që të jemi. Allah azza wa jall i shëroft të smurit tonë. Allah xhallahu ala i ndihmoft çdo të brengosuri, çdo të pikëlluari. Allah bëf që të zbrat familjet tona dashuria, respekti, dhëmshuria dhe pajtimi. Largoft Allahu xhallahu ala nga vendi jon, nga populli jon, nga shoqëria jon, për qarjen, kacafytjen dhe çfarë do lloj forme tjetër të krijimit. E bëft Allahu xhallahu ala që të dominon drejtësia, paqja, rahatia në vendin tonë dhe kudo në botë. Allahu na ruaj nga çdo e keqe në dunja dhe na ruaj nga dënimi i tij në ahiret. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.